Begatia tjetër vëllezër është begatia e ushqimit dhe furnizimit. Furnizimi nuk është në dorën e njeriut. Dikush po thotë unë i marr 5.5 familje, ka 5 antar me 25 antar. Dikush thotë unë i marr 50 punëtor, ka 5 antar me qenë, u bonën një kiamet njerëz të cilët unë po i marr. Jo, ti je hizmetar, ti ja ke mundsu, mirë po Allahu Azza wa Jalla është ai cili jetë. Allahu Azza wa Jalla po thotë: "Wama min dabbatin fil ardi illa ala Allahi rizquha." Nuk ka gjaves në tokë veç se Allahu e furnizon atë. Domethënë edhe ty, edhe mu, edhe kafshën, edhe insektin nguri që nër guri që është, ato e furnizon Allahu Azza wa Jalla. Mirë po ti je shkaktar që ti je duke i marrë disa familje. Edhe ata domethënë që punojnë te ti, në shpinën e atyre jetu hangër ti. Pse? Që vetë punon? Ma e një fabrikë me 200 punëtor, ma e vetë. A mundesh me marrë të mundesh? Pra, është puna reciproke. Unë bëj punën, ti e jetë lekun. Me kështu që, së bashkë e falënderojmë Allahun Azza wa Jalla. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe ka thënë, po të mbështeteshit tek Allahu siç duhet, do t'ju furnizonte si Zot. Dalin në mëngjes, të uritur e kthehen në mbrëmje të ngopur. Shënon Imam Tirmidhi. Pra, kush e furnizon Zot? Kush e furnizon balenën në deti? Kush e furnizon peshkun në deti? Vetë Allahu Azza wa Jalla. Pasi që Allahu është krijues, Allahu ta ka vënë domethënë edhe furnizimin, edhe riskun se çka kemi hangër, çka kemi pi. Andaj, neve na mbetet vetëm ta falenderojmë Allahun Azza wa Jalla